një si një praktik që ka bo hapa që janë të njohur edhe në shoqërinë brenda, por edhe ndërkombëtarisht. Ne aty patë mundësi me fol pak për çështjen drejtësi, accountabilitetin, mënyrën se si duhet përgatiten të mbijetuarat për mëqas institucioneve të drejtësisë, pasi në shumë vende të botës, jo vetëm në Kosovë, proceset penale janë proceset të vënuara, i kanë vështirësitë e veta, të mbijetuarit e dhunës seksuale ndihen të ritraumatizuar gjatë këtij procesi, e aq më shumë kur flasim për Ukrainën që ende është duke zhvilluar luftën edhe këto procese sapo kanë filluar edhe ende se kanë një format, si më thon, apo strategji mirë të etabluar. Kështu që ne u mundu me nda këto zhvillime që janë bërë në Kosovë gjatë kësaj periudhe kohore, edhe njëkohësisht me fol për bashkëpunimin që kemi me institucionet e drejtësisë, përfshirë këto prokurorinë speciale për krime lufte, policinë për investigimin e krimeve të luftës, por edhe me gjykatën themelore që e kemi bashkëpunimin e vazhdueshëm, dhe si rezultati krejt këtij bashkëpunimi, tani më një rast pas 22 viteve është konfirmuar se gruaja e parë e cila në periudhën kur ka qenë në luftë, ka qenë një nën shtatzan me 2 fëmijë bineq dhe fatkeqësisht për shkak të dhunimit, kjo grua i ka humbur këta 2 fëmijë dhe rruga e saj për drejtësi ka vazhduar me një ram pas luftës, qysh në periudhën kur ne po administroheshim nga OKB-ja, pastaj edhe në EULEX, fatkeqësisht në 2 administratat kjo grua nuk gjen drejtësi dhe më pastaj në një moment të caktuar ajo e sheh dhunuesin e saj në televizion derisa ai po ndalohej në Podgoricë nga policia për t'u arrestuar për krime lufte dhe në atë moment pastaj kemi vazhduar bashkëbisedimet me të, ka qenë një situatë komplet të rënuar edhe mentalisht, edhe fizikisht, një gru që për vitet të tëra ka lyp drejtësi, e më pasaj kemi fillu me punu me të, me punu ngusht me prokurorinë, pasaj kemi suportu gjatë gjithë procesit, prej momentit kur është paraqit te prokuroria, pasaj kur është dalë në gjykat, pasaj rasti ka kalu në apel, ju ka kthy prap në gjykatën themelore, e deri te gjykata supreme, ku përfundimisht është konfirmuar me 13 vjetë burg, rasti Zoran Vukotić që njihet, edhe që ka hap shpresë edhe ka qenë rast historik për neve dhe për gjithë Kosovën që edhe të mbijetuarit të tjerë realisht në çastin e drejtësisë dhe me kërku drejtësi, pasi pa drejtësi, pa llogaridhënie për krimet e bëra gjatë luftës nuk ka me pasojsi as në vend, as në rajon, kështu që për neve drejtësia për të mbijetuarit e dhunës seksuale mbetet prioritet. E vërtet, zonja Veritë, dhe në fakt keni një qetësi të jashtëzakonshme kur flisni dhe kur punoni me raste të rënda si këto, sepse të lënë pa fjalë, të lënë pa tekst në format më barbare që kanë ndodhur. Dhe më vjen mirë që Kosova ka një rast historik, qoftë në aspektin e vënies së drejtësisë në vend, por edhe në aspektin tjetër që shënuat një hap për të madh përpara me rastin e zotriut Ramadan Nishori. Dhe me të vërtetë unë e kuptoj që është një punë të rëndë për ju, për zotin Nishori të dalë publikisht, por ka qenë një hap i madh për Kosovën. Unë e di që zotin Nishori me sa ditë që kalojnë do e kuptoj mbase madhështinë e veprimit të tij për faktin që ka dalë publikisht. E keni takuar më pas, sepse sigurisht është përmendur edhe në këtë summit në Stockholm. Ne vazhdojmë të takojmë, vazhdojmë të kontaktojmë vazhdimisht me te. Është e çuditshme masi të mbijetuarit vendosin me dalë edhe me ndarë rrëfimin e tyre, që është një akt jashtëzakonisht i guximshëm, se marrë rrëfimi nuk është i brendshëm. Dhimbja ju jepet shoqërisë, pastaj i varet shoqëria si reagon. Ai ka qenë aktiv në për shumë mediume, besoj edhe në Klan ka qenë, e di emisionin që e ka bërë dhe ka qenë shumë i ndjeshëm. Pastaj është takuar me studentat e Fakultetit Sociologjik. Nesër ka një aktivitet me të mbijetuarit burra për herë të parë. Ka me dalë për atyre, me ndarë rrëfimin se si është ndjerë pasi e ka hekat barë nga vetja e tij, me shpresë që kam i motivuar edhe burra tjerë që me qenë më të lirshëm. Jo ndoshta se momenti për me dalë publik është një moment shumë i veçantë. Të vjen natyrshëm ajo. Vjen natyrshëm edhe ne si organizat asnjëherë nuk, domethënë për neve është e rëndësishme me kriju platformën, mi ri më këmbë nga dhimbjet e tyre emocionalisht edhe fizikisht. Pastaj nëse i mbijetuari vendos, ne duhet mobilizohemi maksimalisht me kriju platformën, ambientin e sigurt, me fol me familjarët, me fol me rrethin e gjanë, me pa që edhe me hulimtu mos me pas konsekuenca. A vjen më të qiruar, zonja Rushiti, kur e flasin këta me publikon? Nëse rasti i zotin Nishori është ndjerë më i qiruar, e kuptoj ditët e para të jesh në qendër të vëmendjes e në rrethana të tjera të bën të ndihesh në siklet, se lere më në raste si kjo.
Shqo edhe Vasfia dhe Shureti, po edhe Dani, realisht, mas momentit që e ka ndarë rëfimin, shoqëria ju ka dhënë qaq shumë dashni pa kushte, qaq shumë i ka përkra, sa e ndjen individi, e ndjen forcën e universit rrëtheja, qatë energji pozitive, edhe unë që se veç e krasoj videospotin që na ja kemi bo në fillim kështu me kapel, edhe në fund e ka i kapelen, edhe e shohë sot në përbim, ajo është rinua, i duket komplet tjetër, ka një energji krejt tjetër, flet pa asë një penges, edhe për neve ka qenë shumë e rëndësi se Dani vjen nga Drenica. Edhe na e njohim narrativin, na punojmë ngusht me atë rajon, e dim sa është impaktum për luftës, po edhe kontributin që ka pas gjatë luftës, sakrificën e familjes Jashari. Pra, ideja ka qenë edhe rëfimin e ti, kur ta nxerim si përfaqe, mos me pru si viktim, si njeri që s'ka mujt me ecë, me dalë për asaj, por me pru si një heroj gjallë, se lufta i ka pas edhe këto pasoja. Edhe realisht, shoqënia ashtu e ka trajtu si heroj gjallë, pastaj Dani ka qenë pjesë në shumë aktivitetet organizatët para se me dalë publik. Na kem shumë fotografi, kur i ka bo fotografi të i ka mbajt për veti, ka dash mi rujta i mi pas si koleksion. Mirë, po para se dilte në publik, natyrisht këtë event e ka përkra ambasada britanike, im taku me ambasadorin, edhe më kujtohet si sot në takim që ishte dikun rreth 1 orë, takim shumë i ngrat, ku këtë tregon të komplet në gjarjen e vetë, që që ka nda historin edhe me familjen, ambasadori i tha